Shikues News, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Ballkani, brigjet e Egjeu dhe detit të Zi do dominohen nga moti i kthjellët dhe temperaturat të larta, ndërsa reshje shiu dhe stuhi ere priten në ishujt britanik dhe pjesërisht në zonën e Europës qendrore. Njëmi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalb, kthjellimet dhe vranësira do të dominojnë gjithë territorin, ndërsa në veri dhe verilindje priten reshje të pakta. Temperaturët do të luhaten nga 7 deri në 26 gradë Celsius. Era frymë me një shpejtësi 35 km/orë dhe dallë gëzimi në brigjet detare do të arrijë 1 ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rëndë Europës për ditën e nesërme. Pjesa Europës veriore dhe ajo qendrore do të vijojnë me reshje shiu si pasojë një qendre të fuqishme ciklonare, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit përfshirë këtu edhe Ballkanin, po ashtu nga dishullin iberik dhe brigjet e Egjeu do dominohen nga moti i kthjellët. Njëmi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, moti do të jetë i ngrohtë me diell, kryesisht në zonat bregdetare edhe në zonat e ulta, ndërsa në zonat malore priten vranësira. Temperaturat do të luhaten nga 6 deri në 28 gradë Celsius. Era frymë me një shpejtësi 45 km/orë dhe dallë gëzimi në brigjet detare do të arrijë 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalb për vendin dhe rajonin. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.